jam shumë krenar që muzika tradicionale e Lapërisë, e Shqipërisë, kurse tani i përket gjithë shqiptarisë, por jam shumë i lumtur që kjo muzikë tradicionale kaloi përtej oqeanit në Hollywood. Dhe e ndjej veten shumë të lumtur, shumë të gëzuar që arti kultura bashkon kombet. Dhe unë kam dëshirë që siç erdha tani nga Shqipëria erdha në Kosovë, që nga Shqipëria në Shqipëri të thyen ato traret që janë atje që po na pengojnë akoma traret e kufirit, musket në kufi. Unë kam 54 vjetë që transmetoj këtë muzikë tradicionale dhe pothuajse në gjithë botën. Kam performuar në çdo vend, është vlerësuar, kam marrë disa medalje, është kënduar dhe hymni flamur, hymni shqiptar në çdo skaj të skena botërore. Dhe jam shumë i kënaqur që arti dhe kultura janë ambasadorët e parë që shkelin nëpër botë, pastaj shkon në shkel politika.